Unë jam binjakët, Gerta është peshore në horoskop, të dyja janë shenja ajri. Mendoj që jemi motra binjake. Ne nuk gjajmë fare. Njëra është prunën, tjetra bjonda. Si do silleshin shenjat nëse do ishin të ftuara tek Bordoja. Edhe i trajtojmë në mënyrë paksa humoristike. Komentet më negative janë kur komentojnë Big Brotherin, domethënë, po, nëse ti kundërshton të pëlqyerin e tyre, je duke u dënuar me vdekje. Nëse do t'ju duhej të bënit një horoskop special për Big Brother VIP. Deri tani kam fituar gaforre ose dash. Nga shenja duket që do jetë pak kaotike nëse do jenë këta njerëz, domethënë, vërtet brenda në pikë, po që do kemi intriga. Po, siç do vit. Debate. Nga njerëzit që kam njohur, edhe gaforja femër janë shumë flirtues. Ndodh shumë shpesh në shkruajnë ato që shkruan s'para shoh horoskopin, po e shoh tek ju, ose s'para më shumë faqen Instagram, po ju mbaj juve dhe na bëhet shumë qefi. Faleminderit për besimin. Kemi pafund çuna që pyesin. Jam pak të fshet, po dhe ata besojnë në horoskop. Me profile falso. Po. Vajzat gjithmonë interesohen për dashurinë, çunat gjithmonë për financat, interesohen më shumë. Gjithë nga pyesin, gjeje që shenjë horoskopi jam. Nuk është se na i tregon njëri tani. Ndonjëherë qellojmë. Po. Shumë të raste. Goca, përshëndetje, mirë se erdhët tek Bordo. Përshëndetje. Përshëndetje Bordo. Si lindi pasioni juaj për astrologjinë? Ishte diçka që ju shoqëronte që në fëmijëri apo erdhi më vonë? Ka lindur shumë si rastësisht, pak para pandemisë dhe pastaj atëherë ka marrë hovin më të madh. Thjesht me shoqet tona pëlqenim shumë astrologjinë dhe tham, okay, pse mos ta krijojmë një faqe, bëjmë disa postime horoskopi se janë të lezetshme. Eci faqja dhe ja ku jemi sot pas 6 vitesh. Në cilën pikë ju thatë le ta kthejmë këtë faqe në një faqe publike? Të them të drejtën, ka qenë që në fillim, pasi ne e hapëm me idenë që do bëjmë disa postime kështu ngacmuese ndaj shenjave, i postuam direkt edhe pastaj u shpërndan, na ndihmuan edhe disa nga VIP-at dhe aty pastaj plasi gjithë faqja, domethënë. Pse zgjodhët emrin binjakët? Ka lidhje me shenjën tuaj të horoskopit apo është simbolik për ju si dyshe? Unë jam binjakët, Gerta është peshore në horoskop, të dyja janë shenja ajri. Faqja është krijuar afërsisht në sezon binjakësh, unë sa kisha ditëlindje, një vura username binjakët se dia që unë jam pak e fiksuar me shenjën time të horoskopit dhe avash mori dhe idenë që ne jemi dy veta dhe na shkon shumë binjakët, sepse binjakët simbolizojnë dy persona në një trup dhe gjëja tjetër është që nuk donim të vinim një emër bazik, siç mund të jetë horoskopi interesant, faqe horoskopi, gjëra të tilla që donim ta specifikonim pak më shumë. E keni ndirë ndonjëherë që njerëzit e ngatrojnë astrologjinë me fatin dhe bestytnin? Po, ndodh, domethënë. Ndodh që ato shkojnë paralel me njëra tjetrën, pasi thonë që okay, kam fat të keq se jam kjo shenjë etj, por që duhet ta kuptojnë që fati ose bestytit janë varen nga besimi i tyre, nga periardhja, ndërsa astrologjia është diçka që ka lidhje me planetet, kështu që duhet të bëjnë ndarje ndaj tyre. Si reagoni kur një ndjekës ju shkruan unë nuk besoj në horoskop, por lexoj vetëm tuajin? Na bëhet shumë qefi, ka ndodhur shumë, sidomos me meshkujt, thonë që na ndjekin se ne nuk kemi vetëm një faqe horoskopi, tani jemi 360 gradë, jemi si platformë, lifestyle, bëjmë shumë gjëra. Po ndodh shumë shpesh që na shkruajnë na thonë që shkon s'para shoh horoskopin, po e shoh tek ju, ose s'para më shumë faqe Instagram, po ju mbaj juve dhe na bëhet shumë qefi. Faleminderit për besimin. Cila është shenja që ju surprizon më shumë në analizat që ju bëni? Nuk do thoja në analizat, po do thoja nga reagimi që kanë ndaj analizave që ne bëjmë dhe është luani për herë. Domethënë, ndodh që edhe të flasësh mirë, edhe të flasësh keq, do e kenë gjithmonë diçka për të thënë. Si i përgatisni një parashikim? Sa është intuit dhe sa është analizë pozicioneve planetare? Një ide që kanë për faqen tonë është që ne bëjmë parashikime, ne nuk bëjmë parashikime. Ne marrim disa karakteristikave të shenjave dhe sillemi rreth atyre dhe krijojmë postime rreth atyre, i trajtojmë në mënyrë të tillë, për shembull si do silleshin shenjat nëse do ishin të ftuara tek Bordoja. Edhe i trajtojmë në mënyrë paksa humoristike, paksa që njerëzit ta ndjejnë veten afër këtyre shenjave. Nëse bëjmë parashikime, mund të bazohemi më shumë në astrolog të huaj sesa ta bëjmë vetë një parashikim të mirëfillt për të ardhmen sidomos. Cili është muaji i vitit ose periudha e vitit më e vështirë astrologjikisht?
Flas edhe nga ana personale, mendoj që prilli dhe marsi janë muaj të cilët janë shumë të vështirë duke qenë se fillojnë dhe retrogradat e para dhe personalisht e ndjej atë ndikimin, sepse fillon ndryshon jeta e të tjerë. Keni krijuar një komunitet shumë të madh ndjekësish. Çfarë mendojnë njerëzit më shpesh për ju? Janë disa gjëra, për shembull, e para nga emri mendoj që jemi motra binjake. Ne nuk gjajmë fare. Njëra është prunën, tjetra bjonda. Pastaj ose mendoj që jemi motra. Pastaj tjetër është mendoj që jemi vetëm faqe horoskopi edhe gënjejmë ose do ju bëjmë shefin atyre. Nuk kemi vetëm parashikime, është siç tha dhe Ira, kemi 360 gradë të gjitha gjëra, aty mund të njihin njerëz të rinj, nëse doni psikolog mund të vini tek ne, ju ndihmojmë me shumë gjëra të ndryshme. Domethënë jemi të gjithanshme. Keni marrë ndonjëherë komente negative me zemërim për shkak të parashikimeve tuaja? Po, domethënë në fillim ishin këto kur filluan të ngaconin shenjat ishin thjesht që çka ke ti me shenjën time, pse flet kështu, pse flet ashtu, por komentet më negative janë kur komentojnë Big Brotherin, domethënë po, nëse ti kundërshton të pëlqyerin e tyre je duke u dënuar me vdekje, domethënë janë shumë. Po, arrin komente që shikoj, nga audienca për momentin mund marrësh kërcënime me jetë edhe pse shava krepin, por shumica vinë në periudhë Big Brother, nëse nuk bien dakord me mendimin që kemi ne edhe të gjitha pastaj të gjithë kthehen kundër. Po jo dhe shumë, di që marrin shumë. Ne zakonisht bëjmë blog. Po tani janë mësuar që ne thjesht i përdorim për shaka dhe janë okay. Po, ne e njohim humorin. Si e ndani punën, detyrat mes të dyave? Siç po e bëjmë këtu me radhë, njëra tjetra. E kemi pak a shumë e di se cila ku e ka atë pikën e fortë. Ne bëjmë dhe punë të tjera jashtë faqes, kështu që normal kush është e lirë, e merr sot, tjetra nesër, koordinohemi shumë mirë bashkë. Cila është tema që ka më shumë reagime në media sociale? Dashuria, financat apo përputhshmëria e shenjave? Dashuria edhe përputhshmëria e shenjave. Të treja do thoja, por që më shumë dashuria dhe përputhshmëria, sepse ka shumë njerëz që të shkruajnë dhe thonë, a shkojnë me këtë çunin që po dal, a na shkojnë shenjat, ta vazhdoj, mos ta vazhdoj, ose kam një problem me të dashurin, është ky shenjë, më ndihmosi ta zgjidh. Domethënë janë gjithmonë këto temat më kryesore që i përmendin. Ose ndryshon me gjini për shembull. Vajzat gjithmonë interesohen për dashurinë edhe sa shkojnë shenja vetë me shenjën e djalit që dalë. Çunat gjithmonë për financat të interesohen më shumë. A ka raste që keni ndryshuar mendim për një shenjë për shkak të përvojës me ndjekësit? Unë personalisht jo, madje do thoja që më ka bërë të përgjigjsoj më shumë shenjat. Pra unë tani nuk mund të gjykoj asnjë nga shenjat vetë, se them jam më mendje hapur. Ti njoh shenjat pak më shumë tani të gjithave e kuptoj pse i bëjnë. Okej, e bëri këtë që nga virgjëresht të themi, e kuptueshme pse e ka bërë. Domethënë ne bazojmë shumë këto te shenjat. Po për shembull jemi shumë kundër personave që ndërpresin marrëdhënie me ty ose të gjykojnë direkt dhe nuk rrin me ty vetëm se je një filan shenjë horoskopi. Ajo nuk duhet bërë, se ka shumë më shumë se shenjë horoskopit. Çfarë reagimi keni marrë nga burrat shqiptar ndaj horoskopit? Janë ata që nuk i besojnë horoskopit apo janë të fshehtë në bindjet e tyre? Do thoja të fshehtë. Domethënë me çdo vajzë që kemi folur thotë i dashurim nuk beson, po e di që kemi pafund çuna që pyesin. Domethënë jo po kjo shenja, jo po çfarë thotë nga financa. Domethënë ka çuna që pyesin dhe janë të shumtë. Në fillim nuk e besonin, por që janë goxha, kështu që janë pak të fshehtë, po dhe ata besojnë në horoskop. Me profile falso. Po. A përputheni ju vetë me partnerët sipas horoskopit apo ndonjëherë zemra nuk pyet për universin? Në shikim të parë jo, shenja ajri me shenja toke. Po për shembull ka të dy bricjap. Po për shembull ka kombinime të tilla që shenja ime e diellit, pra binjakët, shkon shumë me ascendentin e tij dhe shenja e tij shkon shumë me ascendentin tim. Dhe kjo një farë përputhshmëri është. Po siç thash ne nuk i gjykojmë në këtë aspekt, që ndodh shumë shpesh ama që me çiftet e reja i pyes çfarë shenje jeni dhe bëj një mini analizë në trurin tim që sa shkojnë këto shenja bashkë. Cila është shenja që do ta quanit flirtuesja më e madhe? Në horoskop mbahet peshorja. Unë jam peshore, po do thoja nga njerëzit që kam njohur edhe gaforja femër janë shumë flirtuese. Domethënë e përdorin për të dalë nga situata, për të dalë tyre, kështu që mendoj që duke i krahasuar, do thoja nga përvoja gaforja është pak më sipër se peshorja. Edhe binjak, nuk ju mbyllet goja. Ka shumë qef. Nuk dhe se kalojnë kohën e fusim një flirtim me njerëz që s'kemi lidhje fare bashkë, po s'ka rëndësi. Po ajo që nuk fal kurr. Akrepi. Kanë të tyre këta. Edhe virgjëresha në vend të dytë, po nëse është virgjëresh me ascendent ose hënë akrep është kombinimi më i keq. Nëse do dilnit në një darkë me një mashkull që s'di as shenjën e vet, do e pyesnit më një herë apo do e lini universin ta zbuloj? Duke qenë se
pyetja e parë që na bëhet kur ulemi në një kafe është hajde ose në një darkë me dikë, hajde ma gjej shenjën, më trego çfarë jam. Mendoj që nuk do ta pyesja, thjesht do ta analizoja si situatë që veta gjeja vetë, se ka filluar është bërë pak si kështu, si lojë. Gjithë nga pyesin, gjeje që shenjë horoskopi jam. Nuk është se na i tregon njëri tani. Ndonjëherë qellojmë. Po. Shumë të raste. A ndodh ndonjëherë që të keni debate për shkak të parashikimeve? Për parashikimet jo. Po edhe për punët në përgjithësi, nuk më e mend herën e fundit që mund të kemi debatuar bashkë. Jemi shumë paqësorë. Mendoj nga që shenjat tona shkojnë binjakët dhe peshorja janë e njëjta familje, shenja ajri, shkojnë shumë edhe janë të dyja të qeta, e marrin gjën me Terezi, hajtë se s'ka problem se do zgjidhet çdo gjë. Mendoj që për aq kohë sa ka bashkëpunim, jemi okay. Nëse do t'ju duhej të bënit një horoskop special për Big Brother VIP, kush mendoni se ka shanset më të mëdha për të fituar sipas shenjave? Ndërkohë emrat më të lakuar janë Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, Lore, Kleoniki Deliorgji, Kostana Morava, Rene Refovit Marbasha. Janë të gjithë personazhe që kemi dëgjuar gjatë gjithë verës në fakt. Kanë qenë kudo, domethënë. Vitmari është Peshqit. Hilda është Bricjap. Deri tani kanë fituar Gaforre ose Dash. Pra të shenja kardinale. Bricjapi gjithashtu është shenjë kardinale që mendoj që ka mundësi të fitoj, po pastaj kemi Luan, kështu që do jetë pak e fuqishme. Luan shumë personazh interesant. Personazh që përshtatet me ata të tjerët aty do marrë vëmendje. Luani ato do që të marrë vëmendje. Nga shenja duket që do jetë pak kaotike nëse do jenë këta njerëz, domethënë vërtet brenda në pikë, po që do kemi intriga. Po, siç do vit. Debate. Mendoj që fitues mund të ishte edhe një peshore. Nuk e kanë dhënë deri tani një peshore. Ta tregoj veten e vet se si mund ta luaj lojën, të visi çik balancat, në përshpis se peshorja për atë njihet. Shofim. Ira dhe Gerta, faleminderit që ishit sot me ne në Bordeaux. Faleminderit. Faleminderit Bordeaux.